Skandalet me drejtues të administratës publike në jug nuk kanë fund. Në krye të tyre qëndron Feruz Basho, drejtori i landfillit të Delvinës, që edhe pse ka plotësuar moshën e pensionit prej 3 vitesh, vazhdon të qëndrojë në detyrë pa mandat dhe në shkelje flagrante të ligjit për administratën publike. Sipas dokumenteve zyrtare, Basho u emërua më 7 tetor 2019 me vendim numër 15 në krye të shoqërisë shtetërore Bajkaj Land SHA me mandat 3 vjeçar që përfundonte më 12 tetor 2022. Por pas përfundimit të mandatit, në vend që të largohej për shkak të moshës së pensionit, Këshilli i Qarkut Vlorë, si pronar i landfillit, urdhëroi riemërimin e tij për një tjetër mandat 3 vjeçar që skadoi më 12 tetor 2025. Sot ai vazhdon të drejtojë ndërmarrjen në mënyrë të paligjshme pa asnjë dekret apo vendim të ri dhe me heshtjen e plotë të institucioneve. Në këto 6 vite në krye të landfillit, Feruz Basho ka përsëritur të njëjtin model korrupsioni që e ka ndjekur gjatë gjithë karrierës së tij: mashtrime me sasitë e mbetjeve të depozituara, 2 fatura për të njëjtin shërbim, punësime fiktive dhe tender të manipuluar për shërbime që nuk janë kryer kurrë. Sipas ankesave të 5 bashkive që depozitojnë mbetjet në landfillin e Delvinës Saran, Delvin, Finish, Konispol dhe Himar, drejtori Basho ka falsifikuar sasinë e mbetjeve të regjistruara, duke deklaruar më shumë tonazhe se sa janë depozituar në realitet. Ky manipulimi ka sjell fitime të paligjshme prej qindra mijëra eurosh, ndërkohë që landfilli vetë është nxjerrë me humbje financiare. Pavarësisht se bashkitë kanë paguar mbi 10 milion euro për shërbimin, 20% më shumë se tarifa e miratuar për çdo ton mbetjesh. Përveç mashtrimeve me faturat, Feruz Basho i ka caktuar vetes pagë mujore prej 2000 eurosh, 2 fish më të lartë se drejtori pararendës. Kjo i garanton një pension pleqërie në nivel ministrash dhe deputetësh, ndërkohë që landfilli që ai drejton është në prag falimentimi dhe me bilance të padeklaruara në tatime. Për ironi, Basho është i njëjti person që në të kaluarën është përfshirë në afera korruptive si drejtori Hec Bistricës, përgjegjës sipërore Sarand dhe drejtori OSHE Sarand, ku ndaj tij janë hapur disa hetime për abuzim me detyrën dhe vjedhje fondesh publike. Sot në krye të landfillit të Delvinës, ai është kthyer në esnafin e pushtetit vendor, siç e quajnë me ironi vartësit e tij, njeri që vjedh me kujdes dhe ndan me shefat. Burime nga Qarku Vlorë pohojnë se mbajtja e tij në detyrë është vendim politik, pasi Basho është një aktivist i vjetër i Partisë Socialiste në Sarand dhe njihet për lojën korrekte të ndarjes së fitimeve. Nëse do të respektohej ligji, Feruz Basho duhet ishte e larguar më 12 tetor 2025 dhe i ndaluar për çdo funksion publik për shkak të moshës dhe abuzimeve të përsëritura. Por megjithëse drejtuesit e Këshillit të Qarkut kanë vendosur ta mbajnë në detyrë deri në vitin 2028, duke vijuar të përfitojnë së bashku nga skemat e vjedhjes në landfill. Deri më sot Basho nuk ka dorëzuar asnjë bilanc financiar të vërtet në tatime, ndërsa raportet e brendshme flasin për mijëra euro të zhdukura dhe kontrata të falsifikuara. Landfilli i Delvinës është kthyer në burim personal pasurie për një drejtor të paligjshëm, i cili do duhet ishte në pension jo në zyrë. Kjo është fotografia e pushtetit lokal në Shqipëri, drejtor të përjetshëm të moshuar që nuk lëshojnë karriken dhe institucione që i mbajnë për të vjedhur bashkë. Në landfillin e Delvinës mbetjet janë vetëm preteksti, aty ku përfundojnë plerat e qytetit fillon pasuria e pushtetit.